punën e kam bërë. E bana sa këtë gabim. Se e kanë futur në kurs, e kanë bërë këtë punë. Inshallah ban Zoti mrekulli. Unë do t'i thosha, nëse dën jetën, ti e për të lejtë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim mund do të sjell historinë e një nëne, ajo është e re në moshë, është shkodrane dhe quhet Mirsada Soli, e cila sot do denoncoj shokun e ngushtë të bashkëshortit, pasi ky i fundit e ka futur në kurth bashkëshortin e saj dhe ai ka përfunduar pas hekurave. Por çfarë ka ndodhur me bashkëshortin e Mirsada Solit, me shpëtimin i cili prej 2 viteve ndodhet në burg, do të jetë vetë ajo që do na i rrëfej, kështu që hap dritaren dhe e ftoj. Mirsada, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje të ta. Si jeni mirë? Mirë, faleminderit. Unë mirë jam me të drejtën, por më erdhi keq kur lexova mesazhin tuaj. Tash unë e kam ja, punën e kam bërë. Më kanë dhënë 4 vjet. Edhe më kanë futur në burg kot. Pa faj. Por çfarë ka ndodhur? Sepse gjithë problemi juaj është që bashkëshorti juaj është dënuar dhe ndodhet në burg dhe ju pretendoni që ai është i pafajshëm. Po. Çfarë ka ndodhur? Nuk mund ta them se për çfarë arsye, se është një problem, nuk mund ta them. Është e drejta juaj, po? Edhe ikme dhe më thanë në Vilipoj, për me gjithë gabin, nuk e gjithë me, edhe të dëkë në shpi, edhe dhe më për gjithë tjetër. Edhe më thanë një shtëpi, të më bërë dhe më morën telefon. Të lutem, Mirsada, që ta kuptojmë qartë historinë dhe denoncimin që ti po bën këtu në live me Odetën, më lejon të bëj pyetje? Po. Para sa kohësh është dënuar burri juaj? Domethënë sa kohë ka që ndodhet në burg? 2 vjet. Ka 2 vite që është në burg. Po. Si quhet bashkëshorti juaj? Shpëtim, Sula. Shpëtim Sula. Dhe më tregove që është dënuar me 4 vite burg. Po, po. Por çfarë ndodhi atë ditë kur policia erdhi dhe e arrestoi? Ai nuk e kanë në shtëpi, se morën telefonë dhe iku, i thomë ku po shkon? Erdha. Iku dhe që ditë nuk kanë në shtëpi. Kur atë... Edhe të kush tjetër i kishte dhënë një gjë në dorë, edhe i kishte dhënë çojën e vëdejs. Atje e ka ka policia, po unë nuk kam ditë gjë. Të gëve në shtëpi. Edhe ndorë këtë është për më në telefon, në kohë të policia, edhe të kërkoj sa të isha mi qu. Unë nuk më përgjigje për gjithnona. Edhe vazhdo më thonë drejt, vazhdo që të qoj se nuk jam su kur si herë mundo. Adin nuk jena ndo kur. Gjithë kom bosh. Edhe mërë avokatin telefon dorë, edhe thotë e zme kopët, shpëtimin thotë me... Ka shumë u kuptua, Mirsada, e qartë, ti nuk do të përmendësh fjalën, emrin me çfarë kanë kapur, por ajo u kuptua. Ai ka pasur diçka në dorë të jashtëligjshme që policia e ka ndaluar. Po, vëdejse ka një kap. Po? Se e ke qu, a mund të thënë emrin e ti, personit? Po nëse ti dëshiron patjetër, mund ta bësh të denoncim. Ismet Krasniqi, aja ka bë këtë punë. Por çfarë lidhje kishte burri juaj me këtë zotëri? Që ti mendon se e ka futur në kurth që ai të arrestohet nga policia. Po, e ka thirrë në telefon. Edhe ja ka lënë. E ka thënë në quvë. Në vëdej, që atje ka policia. Por bashkëshorti juaj ka qenë në dieni se çfarë ka patur brenda asaj pakoje? Po, se e ka pas brez. Po kjo është e jashtëligjshme dhe në të tilla situata policia sigurisht do të ndaloj kur ti e di që po shkel ligjin. Por merr një pako që brenda përmban diçka që nuk është e lejueshme në vendin tonë dhe po e çon nga një qytet në një qytet, quhet trafik. U kish ka ditë gjë. Ja ka lënë ai. Prandaj të pyeta, bashkëshorti juaj, shpëtimi, e ka ditur çfarë ka patur brenda në pako? Nuk ka faqë, nuk ka kenë pako. Ka kenë, nuk mund të them.
Por e qua ju pak ose ka qenë e mbështjell një gjë e vogël e asaj lënde narkotike e vogël pasigurisht, por e ka ditur bashkëshorti juaj çfarë ka patur aty brenda? Po. E ka ditur. Se e ka shku në shpiti, e ka lanë dhe a e ka ditë që ka pas. E dashur Mirsada, unë e kuptoj që ti je Se ka i kanë dy vetë. Aja shmangë ja ka lanë këti, burrit tënë. A i ka hikë, edhe ja ka lanë dorë burrit tënë. A i. E dashur Mirsada, unë e kuptoj që ti je shqetësuar, burrin e ke në burg, të zhgënuar me 4 vite burg, por çfarë kërkon? Sepse ai e ka ditur që po bën një punë të jashtëligjshme dhe nëse do kapi nga policia do dënoj. E ka ditur këtë gjë. A i se ka ditë, po ja ka lanë ai personi, se ka i kanë bashkë, se mu më avokati e kanë ta veti dyti ta. Por ti ta nuk i tha as fakte, pas i thashën, a i keni kafta shet personin. Jo tha të punë ta i kena lanë, tha. Po burre ma si pa fajshëm, a i s'ka faj. Se e kanë futur në kurs, e kanë bërë këtë punë. Po mirë, burri juaj nuk është fëmijë, është i rritur në moshë madhore, e ka bërë atë gjë me dëshirë. Nuk e ka imponuar dikush që merre ti këtë pako dhe çoje atje. Ai ka qenë në dieni, çfarë ka patur brenda aty, ku do ta çonte, kë person do takonte dhe ky quhet trafik, trafik i lëndëve narkotike. Nuk ka ditë gjë se kush ka kanë. Se ka ditë burri, e ka quaj me makinë. Por pse pranoi burri juaj ta bënte këtë gjë? Nuk e di, as vetë nuk e di, se ai nuk ka marrë kur me këta gjona, asnjëherë. I thoshën se kush ka bë, më tregoj, më tha, dhe shmet pesni që ta më ka bë. Unë e tokova personin, Po. isha të blejt, më shku në burg të burri. Edhe e tokova, unë i thash nëse e bën e ta shku punë. Ja, nga vëzekën duke në tonë fjallë, ja, ne përëvësia, ne përëvësi. Mu në thash, më duhen thash, po, që me në zjarë, o 7.000, ta 10.000, o 10.000, i thash. Që ke i thate, tha, o nesë, o pas nesë, sa veta, o tha, të këj, tha. A i ko nuk o duk ma, sa i ka frika cek, me më dojë para ma më muaj. Por a i nuk do të ketë jetën e gjonë. E dashur Mirsada, kur ti ke shkuar në burg dhe e ke takuar bashkëshortin, çfarë të ka thënë vetë burri jot shpëtimi? Ma kanë batën ka i futë në kursa. Ta se kam prita, se kam minuta, se ka prosë që kësi vla. E qartë, por le ta kesh si vëlla. Fakti, Mirsada, duhet të kuptojmë diçka që të sqaroj dhe ta kuptosh, se ndoshta nuk e ke kuptuar. Në momentin që burri juaj e ka ditur çfarë ka patur aty brenda, e ka pranuar ta bëjë atë punë, sigurisht ai do dënohet, se ka bërë një punë të jashtëligjshme, pavarësisht se kanë qenë dhe persona të tjerë dhe ti ke të drejtë që policia duhet të hetojë dhe të zbulojë gjithë trafikun e drogës. Por aman, burri juaj ka gabuar dhe është dënuar për këtë gjë. Po, ka bashkëpunu dhe tjetër, ja vetëm burim. Sa do shmë dhe nuk uaj, po më më avokati, që unë do të gjerë, do të baj këshu e i dho shërim një ka në gjysë, unë s'kam pas, se unë s'kam me la, po më ka një mu njerëzit. Imi ka në gjysë ka mërë avokati, edhe nuk pa një gjatë. Avokati punon me para, sigurisht, se nuk punon për bamirësi. E ka marrë përsi për çështjen, do ta paguash, kjo është e qartë. E kuptoj dhe gjendjet tënde ekonomike që s'mund të kesh para dhe e ke të vështirë, por që ti pretendon dhe beson që avokati do e nxjerrë nga burgu. Më tha, do ta djali tha dhe shpijet. Ai nuk bën një gjatë, s'ka folë ish, kur ka kanë gjyq. Por gjykata e dënoi me 4 vite burg. Po. Dhe ai ka kryer 2 vite burg, ka dhe 2 vite të tjera burg. Po. Ju e keni apeluar shkallën e parë, vendimin e parë që u dënua me 4 vite? E keni apeluar si vendim? Jo, po i këna thonë, po nuk e renull, nuk e folën. Ta gjojë rallë të i ke punë që ka bëjë. Por çfarë kërkon nga mua? Domethënë, në të tilla situata, si mund të ndihmoj unë një person që ka shkelur ligjin?
Po do të denuncoj për atë person që ka bë. Kismet Krasniqi, aja ka bë. Pra, ti kërkon që nëpërmjet i live-i të deklarosh emra të cilët kanë implikuar burrin tënd në këtë rrugë. Po, atë du. Me denuncuar atë me fulla atë në burg. Po, a ke denoncuar në polici në radhë të parë? I kam thënë në avokatit, më ka thënë, jo më ka thënë, me këtë lënë atë punë. Por ti mund të shkosh në polici, besoj që burri juaj kur është pyetur, ka deklaruar se ku e kam siguruar ato pako kush ja ka dhënë? I ka thënë emrat burri juaj? Po, ja ka thënë. Dhe nuk është marrë asnjë mas ndaj atyre personave? Ja. E dashur Mirsada, ju e keni takuar vetë këtë person që po e denonconi këtu. Po. Ai është po nga zona juaj? Si? Ai është nga Shkodra, po nga zona juaj? Po. Dhe çfarë ju ka deklaruar? Mund të ma thuash kur e ke takuar? Më tha si, ai mirë, i thash jam thash shumë keq. Që mu thash më do thash që ka qosh, sa të shote. Që ke tha të tha. I tha unë tha nesa më të nesa i tha. Edhe flasim sa t'i bi tha unë tha. Që shë ditë më sot a i nuk u duk më. E dashur Mirsada, ti ke kërkuar para atit, për çfarë e ke kërkuar ato para? Për me ndjen nga burgu. Sepse burri juaj ka shkelur ligjin dhe është dënuar. Ndërkohë ti duhet të denoncosh që ai person që ka marrë më qafë dhe personat të tjerë dhe janë futur në burg, duhet denoncuar ti edhe ai në burg se është pjesë e këtij trafiku. Por aman, një personi që merret me trafik droge, ti i kërkon para për të shpëtuar burrin nga burgu, edhe kjo s'ka logjik. Ai më tha vetë që unë tha e kam bë. Më tha vetë, unë tha e kam bë. Po i kam qëtë sigare që kash thash unë do thash i kash thash, ti pa thash qa dush. A i go nuk o duk më. Dhe ti s'ke mundur do të takosh më. Ke 2 vite besoj që nuk e takon më. Ja. Po bashorti juaj shpëtimi, sa vjeç është? Aja është 38. 38 vjeç. Ndërkohë, në çfarë burgu po e kryen dënimin? Në Req. Këto 2 vite, shkon e viziton çdo javë? Çdo muaj. Është e vështirë për ty? Shumë. Sa fëmijë keni bashk? Një vajzë. Sa vjeç është vajza? 12 vjeçe. Por ajo e përjeton largimin e babait? Ajo thot forcët të dhejtë babi, thot. Po di me mami sa vetë. Nuk e di se kur dhejtë, po me thot të edu babi i shpi. Nuk kam shetë me mami, thot edhe ja e përjeton keq, edhe ja më ushtet me qajt, e që të kanë. Edhe unë po ashtu. Ti aktualisht i është vendosur ke vajtju të prindrit, po jeton me vajzën? Unë të prindrit të tëj, kam një lopë që më kënda në prindrit, edhe me kam vetëm nanën, baba më ka vdek, kam vetëm nanën. Edhe vajzën të me ta. Por shpëtimi çfarë thot kur e takon? Se dhe ai e vuan sigurisht, se më thej që ka qenë një person që nuk është marrë me këto punë të pista, por fati ti i keq që... Asnjëherë është mirë gjithmonë. Kur e herë nuk ka bërë debate me këna, me mua, kam velu mirë shumë me ta. E dashur Mirsada, burri juaj e ka pranuar në gjykatë që ka qenë i vetëdijshëm për atë që ka bërë? E ka pranuar? Jo. E ka mohuar? Ai tjetër që ja ka bërë, se se ka bërë më dëshirë dhe këtë. E qartë, por... Ja ka bërë me detyrim. Si me detyrim? Tani këtë më shpjegoj, si e ka kërcënuar? Po i ka thonë, bëni këtë punë, se për ndrysh i ka thonë, doni probleme tjera. Po mirë, burri juaj pse ishte lidhur me këtë shoqëri të keqe? Po nuk e ka ditë, ka thonë hajtë se a shoku mirë, si bërë, kështu. Së më thonë, nuk e ka njohë. Shokun e ti, së më të marrë me shokë e jadin, po veç këtë po, këtë personin po. E dashur Mirsada,
Ju jeni e rritur, unë jam e rritur, burri juaj është i rritur 38 vjeç, unë besoj që nga një shok dhe nga një shoqe nuk mund të mashtrohesh, arrin ta kuptosh nëse të do të mirën apo të keqen, apo do të shfrytëzoj. Le ta pranojmë që burri juaj për hir të parave e ka pranuar ta bëjë si punë. Dhe më pas është daluar nga policia dhe sot vuan dënimin në burg, sepse ai me zor nuk e ka detyruar shko bëje këtë punë. Burri juaj është futur në atë rrugë dhe ka ngelur aty. Po s'ka di gjë. Burri nuk ka di gjë, vetë e ka marrë në telefon edhe e ka bërë këtë punë. Ai nuk ka di. Se ju më thatë pak më parë që burri e ka ditur çfarë ka patur brenda. Po e ka di që ka bërë smaj, po kur a kenë shpi që fut në telefon, ai nuk e ka di. Po pra, po tani, Mirsada, tani të lutem që të më kuptosh. Nëse mua më merr shoqja në telefon, po bëj krahasimin më banal që të më kuptosh, nëse mua më merr shoqja në telefon, hajde të takoj, dhe unë shkoj të takoj, dhe ajo mua më jep një pako, dhe më thot shko çoja atje, unë nëse dua e bëj, nëse dua nuk e bëj, nuk përzihem. Tani burri nëse nuk e ka ditur, si ka thënë gjë në telefon, po ku ka vajtur e ka takuar dhe ai ka thënë bëje këtë punë se do t'jap kaq para, burri juaj mos ta pranonte. Le të flasim tani edhe siç është realiteti. Ai kanë bash, nuk ka kanë vetëm ky. Ai kanë dy vet. Po pse Po pse pranoi burri juaj të shkonte në atë udhëtim ku brenda asaj makine ka pasur lënë narkotike? Pse ka pranuar burri juaj ta bëjë atë udhëtim? Nuk e di, atë vetë nuk e di se mashtru se ai kollaj nuk mashtrohet. Nuk e di se si, sa ai nuk e di se si morejt menja, thasu se kam bërë si herë ka punë. E qartë, gaboj, prandaj po të them, e mendoj shkurt, i duheshin para, zgjodhi atë rrugë të shkurtër, por që ajo është fatale. Në të tilla situata e pranoi e bëri atë gjë për hir të parave. Tani ne jetojmë në Shqipëri dhe shikojmë dhe dëgjojmë shumë njerëz merren me punë të jashtëligjshme për të fituar para. Unë e kuptoj këtë gjë, arrita kuptoj këtë gjë. Ai e bëri për hir të parave, por u kap nga policia dhe sot është në burg dhe do vuaj dënimi 4 vite, është dënuar me 4 vite e heqje lirie. Dhe 2 vite i ka bërë dhe nuk ke çfarë të bësh, do presësh sa të kryej dënimin, që të dali nga burgu. Me ta thonë drejtën, është shumë e vështirë, shumë e rëndë për mu. Të besoj. Se unë te kam prit, me provu këtë shpi, e me më hangër, duhet të tia kam prit. Të besoj për këtë pjesë, që është e vështirë, absolutisht. Mbi të gjitha ai është burri juaj, është babai i vajzës tënde, çfarëdo që ai të ketë bërë, ai është njeriu më i rëndësishëm për ty. Po. E dashur, Mirsada, shpëtimi e ka kuptuar gabimin që ka bërë. Po, edhe apenu shumë. Ai e ka kuptuar gabimin sepse 4 vite heqje lirie, 4 vite larg gocës, 4 vite larg gruas, nuk është e lehtë. Jo, shumë e rëndë. As për atë, as për ty. As për vajzën. Por unë të këshilloj që kur vajza të pyesi për babain, e ka takuar në burg vajza, e ke marrë vajzën në burg? Po, sa herë që kam shkuar kam marrë. Pra, ajo e di që babai ndodhet në burg. Po. E di arsyen pse ndodhet në burg? Jo, nuk e di ne, se nuk e kupton e ladin, e thot kur po det. Të ka pyetur pse babi ndodhet pas hekurave? Ja. Mirë, unë të këshilloj që nëse ajo të pyet, mundohu të gjesh gjuhën për t'ja komunikuar, për t'i thënë që ai pas 2 viteve shumë shpejt do dali dhe do jetë pranë nesh, sepse... Ajo nuk thëtë pse ke ka hyrë më bërë ke kështu, po thëtë kur vëdetët për burgut, se kuptan në din është të lojë vogël dhe nuk e kuptan fakt mirë. Por do t'ja sqarosh këtë pjesë, që babit i ka ngelur edhe 2 vite të qëndrojë aty dhe më pas do dali dhe do jetë pranë nesh. Shpjegoja këtë pjesë, nëse ai të pyet kur do dali babi. Vazhdon e qanë, a din, edhe kur qanë e jam, edhe unë më të rejëzën se qajtë. E kuptoj, por duke... Vajtë në kam këtë dopt, nuk ka shumë.
Të kuptoj e dashur. Nuk jetaj, pa vajzë. E dashur unë të kuptoj, por duke i dhënë shpresë vajzës që babi do dali nesër, do dali pas nesër, do vi shumë shpejt, ajo më shumë e vuan këtë gjë. Kur ti ja tregon një të vërtet, të gjesh gjuhën e komunikimit që ata kuptoj se është 12 vjeç, edhe e vogël nuk është shumë, ajo ta kuptoj që pas 2 viteve babaj do kthehet në shtëpi, do jetë më i qetë dhe do presi kohën derisa babai të vi, por duke e gënjur vajzën, se ky është gabimi i prindërve që mendojnë sikur i bëjnë mirë fëmijës kur e gënjejnë dhe e mashtrojnë, por në të vërtetë ne i dëmtojmë fëmijët. Më mirë thuaj të vërtetën që babi pas 2 viteve do kthehet në shtëpi, ne çdo muaj do vemi ta takojmë, ta vizitojmë, të çmallemi me babin, por pas 2 viteve ai do jetë me ne në shtëpi dhe ajo do jetë më e qetë, do e kuptoj më mirë dhe do presi ato 2 vite. Kam kështu, po e tha të isha dhe të të më shpejt, se i rejt me një se ajo fëmija, nuk është dhe me thonë dhe me e pikën. I qartë, e kuptoj. Mirë Sada, unë dua të pyes zemër. Ku shkojmë sot të babi, sot në burg? E dhimë që... Po e kam mundësi, shkoj. Kur se kam mundësi, nuk shkoj. Për takimin. Të kuptoj. E dashur mirë Sada, unë dua të pyes, si kanë qenë këto 2 vite për ty? Të tmerrshme. Shumë. Ti më thej që ta ardhua t'i siguron të shpëtimi, por sot? Sot një më njerëzit, po se kojmë mundësi. Po ti vetë nuk arrin do të punosh? Ja, nuk kem dhe një punu. Pse? Nuk kem mirë, dhe me smur. Nga se vuan? Edhe burri në shumë mirë, së një probleme. Nga se vuan, mirë Sada? Nuk kem mirë me kam, me duar, nuk më punojnë. A, ke probleme me gjymtyrët? Po. Të shkuara, më vin ka shumë keq. Goja dhe vajza më ka din me probleme. Po vajza... Me kam, më ka din këto, e ka më 6 muj, në qytetar ushtarak, e kam quj, kam vuallësi për 6 muj. Ka lindur me... Edhe mesazh jenë bëjë kështu të është më mirë është, me se fletë e këj, amrego. Falë Zotit që është përmirësuar shëndeti vajzës, në çfarë klase shkon? 6. Suksese. Goja, Ti jeton me mamin, jetë e shtëpi e mamit, besoj ajo të ndihmon më së shumti. Po, edhe njerëzit që më bindë, më thanë, po, që më bëjt diçka. Po njerëzit e shpëtimit, kujdesen për ty? Kunata, që rindën qenë më shumë. Edhe ajo kujdeset për ju? Ajo më shumë, po. E qartë ka nusën e vlajt dhe sigurisht i vjen keq që shikon edhe mbesën atë gjendje, por edhe të vlajnë që e ka në burg. E dashur mirë Sada, por pse jeton të shtëpia e nënës? Pse nuk jeton të shtëpia e shpëtimit aty ku ke jetuar? Nuk kam jetuar asnjëherë të shtëpia e shpëtimit, sa ai nuk ka pas shtëpi. Nga ka e për legjët, pa ai nuk ka pas shtëpi e ka marrë në shtëpi tame. Ai që kur i e njohur, që kur i e dashuruar, që kur i e martuar, ai ka ardhur ka jetuar në shtëpinë tënde. Po, unë jam martu shpejt, 3 muaj kam ne të fejume, atëherë më thënë jam martu. Sa vjeç ke qenë kur ke njohur shpëtimin? 24. E ka qenë me dashuri kjo njohja apo me mbledhëri? Me mbledhëri. Por Ase kam njohur, ase kam ditë se kush është, vetëm më kanë marrë mbledhëri e motra, edhe nuk sa doj se emra. Por ti pranove të martohesh me shpëtimin dhe ta merri edhe në shtëpinë tënde? Po. Si ka qenë jetesa jote me shpëtimin? Sa vite u bën që jeni bashk? Sa vite martes? Për zotë që majë mendë... Sa vjeç je ti sot? Sa vjeç je sot? 12. Aty afër ke mamin? Po. Si quhet mami? Fatime. Mirë, do flasë edhe me zonjën Fatime, se ja dëgjoj zërin që flet. Ke 12 vite martes, si ka qenë jeta jote në këto 12 vite me shpëtimin?
Mirë. Nuk kam vujt për ti, se me keq për ti, ka kanë mirë ka kanë, s'ka kanë keq. Nuk në fosa se konflikte të vota, se kam kalu mirë me ta dhe prap ishte ideja prap të kalu shumë mirë me ta. Ti e dashuron dhe e dosë është burri juaj dhe ai të doset ka grua. Po. Dhe sigurisht në... Dhe në telefon, flasë për ditë me të në telefon, se me telefon dhe flasë për ditë me të. Dhe çfarë të thot nga burgu? Mos i që thot ti thot, po do të shep vasat me rritë menç. Do i shep vasat i marë. Që thot që të kam thot ty, thot, edhe vajzën thot. Se ti thot në kej gruja jem, e motra jem, me thot. Sigurisht që gjendja e tij psikologjike është e rënduar, ti je izoluar, ti je në burg, të të heqin lirin, pavarësisht se ai e ka shkelur ligjin dhe është dënuar për atë gjë, por e frikshme është, ti je pas hekurave. Dhe sigurisht që ai e vuan këtë gjë. Po, shumë. Por në të tilla kushte e dashur Mirsada, do e presësh të dali nga burgu. Shpresoj, nuk e di që më thonë. Po unë bërë në denoncimin për atë që e ka bërë. Për të ishta. Ti po e bën këtë denoncim dhe më vjen mirë që e denoncove këtë histori. Uroj që policia dhe uniformat blu të na monitorojnë dhe të marrin masa për denoncimin që ti bën, por nëse ai person do të dëgjonte, që jam i sigurt që do të dëgjoj, sepse sa vite ke që nuk e ke takuar, 2 vite që kur burri ra në burg. Çfarë do i thoshe nga ky live? Unë do t'i thosha, nëse e dën jetën, ti je për të lek. Nëse nuk e dën jetën, ai do s'duket të thosha dhe të e sjetan mo. Sa det burri për burgut. Mirsada, Po. çfarë do të thuash me këtë mesazh? Do t'i thëm që të pagun borgjin, për në shaj nuk është i gjatë. Kështu më kanë thënë, të është më gjatë, di që më thënë. Po pse çfarë mendon ti që kur dali burri nga burgu do marri hak të shoku? Po e ka bën këtë punë, e ka bën zezën. Në ka shkatru jetën, ne, si familje. Po mirë, Mirsada, ti e kupton që kjo është fatale? Ti mendon që burrin ta kesh gjithë jetën në burg? Ja. Atëre, ç'është ky mesazh? Ti do t'i bësh thirrje atij personi të tregojë të vërtetën dhe të marrin dënimin e merituar kushdo që është implikuar në këtë trafikim droge. Dhe nuk e pse i kërkon para. Po i kjo e ka kërku gjëkota. Si ka Që kërkuar? ka mamë do të më shpejt. Si ka kërkuar gjykata pagoj lekët që punën që ai të bëri? Me pagu prapë që për me liru, dhe më thamë me liru më shpejt, mësë me mojt 4 vite. Jo, nuk është kështu, Mirsada, të lutem, nuk është kështu. Ndoshta po gabon dhe unë nuk dua që ti të gabosh në këtë live. Që më ka thonë burri, adem që më shpoj, që të përvit, më ka thonë burri. Çfarë të ka Që du të thënë më burri? pagu për me dalë, me liru më shpejt. Pra, burri të ka thënë ty që ai person duhet më pagoj. Se unë rash në burg për fajin e ti. Po. Por nuk funksionon kështu. Por nuk funksionon kështu, Mirsada. Se nëse ai t'i jep ato para, si do ta nxjerrësh burrin nga burgu ti? Më pagu të me u dënimin, mësë me mojt 4 vite më burg. Po jo, po nuk ka të paguajmë ne dënimin. Se po merremi ne me punë të pista, po u japin ca lekë po dalim nga burgu. Nuk funksionon kështu. Burri juaj është dënuar dhe do ta kryej ato 4 vite burg. Po të halë dhe këtë me fotë më burg. Se ka i kem 2 vete, nuk ka vetëm burri jem, ka i kem 2 vete. Ka e shmangë, e ka rëmë ti, fajnë. Po pra, ti mund të denoncosh dhe ti bësh thirrje institucioneve, policisë, që nuk është vetëm burri im ai që mori pjesë në këtë lloj trafikimi droge, po ka dhe persona të tjerë dhe ti kërkon që të gjithë të ndalohen këta persona, por jo të kërkosh, më jepni paratë të nxjerr burrin nga burgu, se kjo nuk ka logjik. Dhe mos ma përsërit me këtë mesazh sepse nuk është në favorin tënd. Ti e dëmton veten tënde me këtë mesazh. Ai duhet pra që ti kërkoj falje dhe
ta bën në gabimin që ka bë. Çfarë mund të tjetër? Mirë, mua vjen mirë që ti tregove këtë histori, e denoncove, uroj që të merren masa. Uroj dhe shpresoj që bashkëshorti juaj nga ana psikologjike të jetë më mirë për ta kaluar më lehtë këtë dënim, sepse ka bërë gjysmën e dënimit dhe ka dhe 2 vite të tjera. Kështu që të uroj dhe ty shumë fate dashur Marsida, ty dhe vajzës tënde, sepse të besoj që vuan dhe nuk është e lehtë jetesa e vetme pa burrin në shtëpi. Shumë. Duke shtëpia bosh për te. Të besoj. Të besoj dhe sinqerisht më vjen shumë keq. Që të bëjtë është zotë e ka ndorë. Inshallah marrin dhe mosat për me ndjarë. Nuk e di që të. Por ditën e sotme në këtë live, përveç Mirsada Suli, do t'jetë edhe nëna e saj, zonja Fatime, e cila prej 12 viteve jeton me dhëndrin. Ajo nuk u bë dot kur nën e një djali, solli një jetë vetëm Mirsadën dhe vendosi që kur e martoi të bijën ta merrte dhëndrin në shtëpi dhe e konsideron si djalë. Edhe ajo ditën e sotme në këtë live kërkon të denoncojë dhe të flasi për këtë histori, pasi është e prekur shpirtërisht me çfarë ka ndodhur në familjen e saj, kështu që e ftoj menjëherë zonjën Fatime. Zonja Fatime, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni mirë. Faleminderit. Mua vjen keq fakt për dhëndrin tuaj, se ti ke 12 vite që jeton me të dhe të është bërë si djali i shtëpisë. Po, si djali i shtëpisë. Ai ka përfunduar pas sekurave se ka kryer diçka të jashtëligjshme. Po, ka këtë të punur, nuk e ka pas nevojshme me vajgja. E ka marrë në qafi këtë vajzë dhe atë vajzën tjetër. Unë jam i pension të burrit, 100.000 lek. Llogaritë që çfariteset kam, 50.000 lek pagoj dritat, 50.000 lek ka e bukë. A del një muj 50.000 lek, e lek me i që atje skena. E qara ka një mu njerëzit, po të gjithmonë nuk një mana e tjetëri, një herë, 2 herë, net. E qartë. Po, janë gjatë 4 vjetë. Unë e kuptoj që jetesa juaj është e vështirë. Shumë. Por ai e ka bërë atë gjë dhe do ta kryej dënimin. Patjetër. Nuk ka rrugëzgjidhje. Ai e ka pranuar atë gjë. E ka pranu, po. Që e ka gabuar, ka shkelur ligjin, është dënuar me 4 vite, do ta kryej dënimin. Patjetër. Ju ka rënë barra më e rëndë tani, se duhet të kujdesesh dhe për mbesën dhe për vajzën që e ke të sëmur. Po, a e kam, as e kam. Jo marrë, të vlau e kam lanë poshtë që shetë me një baraket vogël, një marrë aty, i jam të hangër, pa hangër si la. E një kështu, jetës e keqe, i thoi për i pension 100.000 lek. Nuk del kërkon, jam vete treta. I qartë, e kuptoj, por ju vetë e keni takuar dhëndrin në burg, keni shkuar e keni vizituar? Kam shku në fillim, atash nuk unem, se unë jam sakate, jam me pateric. Kuptoj. E hesi me zërë, për zotën hesi me zërë, shpinë e kam si me tha nalë kur ullem poshtë dhe unë e di e kur njitem nalë. Nuk unem, nuk jam gjenje unë me shku, kjo shkon me vajzën e vetë. E qartë. E qyrë, edhe nuk i qënë gja, 25.000 lek i banë taksia që shkon për këtu atje, pagon taksi, shkon, rrinë, vjenë. Këtë radhe jeri ka shku krejtë bosh, se s'kina fasa që se më të miqu, me të drejtë. E dashur Fatime, duke ditur që ju keni djalë apo të vetë me vajzë keni Mirsadën? Nuk të vajzë s'kam as djalë as të vajzë tjetër, i kyte kam. Ke të vetë me Mirsadën? E vetë me ashtë, po. Prandaj dhëndrin e morët në shtëpi, e kuptova. Po, e morë me në shtëpi. Duke ditur që e konsideron si djalë, kur vajte e takove për herë të parë në burg, çfarë të tha, si justifikua? Sa i vetë, brenda vetes e dinte që kishte gabuar. Si të justifikua? E bana tha këtë gabim, nuk ka dash tash me bë këtë gabim. Se tash, unë kur kam pas burrin gjallë, nuk ka një kjo shpi për asni një gjatë keqe. E mua duk bom kur këtë gjaj morë me vesh. Por, e ka ba.
Inshallah ta po den, që më tha. E qartë, ai do dali një ditë nga burgu, do dali se 4 vite është dënuar. Po. Por më tha dhe Mirsada që dhe njerëzit e shpëtimit më ndihmojnë. Por zote me odit një moj 1 herë, 2 herë, 3 herë, se s'nimojnë për herë. Vitet janë gjata, e mujt janë gjata. Edhe se se kena i thot shoqës, hajde apo vjen. Me që ka me shku? Me pagu makinën e me shku me durbosh, nuk shkohet. A shkohet? Ajo që, e qartë, e kuptoj, ajo që mua më vjen keq Fatime është që dhëndri juaj shpëtimi u përzije me shoqëri të keqe. Gjë të cilën nuk duhet ta kishte bërë, duke ditur që kishte krijuar një familje, kishte një vajzë për të rritur. Dhe ky është gabimi i tij. Po. Ashtu është. Shoqëria e keqe të lë në rrugë dhe të merr me qafë. Ashtu bëhet fjalë. Ashtu është. Por Mbesa, çfarë të thot? Ajo është më e pafajshmja. Ajo shkrejt, ajo ka lejtë sakate me jo deta, me shkoj e kena shkollën prej këtu, atje e kena largë e me zi hitë fëmija natë kur të shkon, e kur vjen prej shkollët, e ka një kam që e ka si të shtremt, i ka me të shtremt. Po, që kur ka lindur ka patur problem. Nuk është nosha e kam gjallë, me kam është i bretë. Ama me ftofsin të anë ka kenë, e kjo me kame me dur, ato dur të saja kështu i ka. Me fjallë sakata në shpi. Dhe më vimësër, sinqerisht më vika shumë keq, edhe për Mirsadën dhe për ty dhe për Mbesën. Po për zote nuk të rej. Po, edhe Mirsada, kur e ke lindur Mirsadën, ka lindur me probleme? Ja. Kur e ka bërë këtë vajzë, kësa janë hapë këto kokordokët. Legeni. Legeni si thohet. Po. Janë hapë, edhe kjo hecë keq, edhe dur t'i ka si të nërime e një qëtatë. Po mjekët çfarë i kanë? I pa qarap nuk mund të mila, me dhe me men. Pas lindjes i ndodhi kjo gjë? Po. Dhe këtë gjë e ka trashëguar vajza e vogël, Mbesa. Vajza ka linë 2 fish me 2 kam këtu në gjokë se njëton. Wow. Po, e morën masane këtu në spital, ja vunu një këshu, që me thanë të një boqe, edhe ja hapën kamët. Mirë po kjo me 2 kam shtrem, të 2 kam shtrem. E kuptoj. E kena qënë spital ushtarak, kur vite në shpi, i vite 2 kamëve e hekte alëqin. Në sekund, prapë në shoshim. Kërë javët në Tirane, kam pas burin gjallë. Kam kënë mirë, me të sa i ka kënë punëtore, ka punu. E në e mërshim fëmine i bishim më rapa, se të s'kishin buk më hangër. E prapë i kam e të kam a shtremt, dhe i kam e të shtremt. Ashtë kam lastike. Më vika keq. Më vin ka keq dhe një uroj shëndet në Besës. E dashur Fatime, dëshiron të përcjellësh një mesazh ditën e sotme, këtu në live me Odetën? Për gjithë problemet që të kanë rënë mbi supe? Inshallah ban Zoti mrekulli, e del shnosh, e del me men. Kjo e fundit është e bukur, se shëndosh do dali ai, po do dali me mend. Këtu e the bukur. Me men jam thënë, inshallah me men. E shkoj marrë mirë, edhe unë pak të lirohem, e t'jetojnë jetesën e vetë. Që ka me thonë ti? Unë të uroj gjithë të mirat, të uroj jetë dhe shëndet, dhe ju uroj në zemër që gjitha problemet të zgjidhen në familjen tuaj dhe t'jetoni të lumtur. Për zote problemet tona me këto që janë që jena 3 vetë, nuk ka si mu zgjidhe o deta kur s'ke pari, nuk ke ku shkon kërkon. Nuk ke me shpirt, se me një pension nuk jetohet. E vërtet. Të besoj për të pjesë. Zoti bëft mirë, se zdi që me të thamë tjetër. Dhe u bëft me mirë. Mirë, Fatime, të përshëndes, të përqafoj nga Tirana, ma përshëndet dhe Marsidën, ma përqafoj dhe Mbesën e vogël. Edhe ti, shala mi kemi jetë ato fëmijë, ta pritë Zoti Marta një jetën tane. Faleminderit.
Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, apo keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, për të dhënë mesazhe frymëzuese, mos nguroni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite tashmë e kam kthyer tradit, ju e dini, jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.